Sekretari organizativ I BDI-së Nebi Rexhepi akuzoi qeverinë aktuale se për 2 vjet ka bllokuar dhe sabotuar projektet më strategjike infrastrukturore të vendit, korridorin 8 dhe autostradën Shkup-Llaç, projekte që sipas tij janë siguruar, financuar dhe nisur gjatë kohës kur BDI-ja ishte në pushtet. Për autostradën Shkup-Llaç tha se qeveria humbi 2 vjet duke u përpjekur ta ndalë, por në fund u detyrua ta vazhdoi, siç tha, projektin e BDI-s. Në emër të Bashkimit Demokratik për Integrim, I drejtojmë qeverisë disa pyetje publike. Pse ende nuk janë lëshuar në përdorim 2 kilometrat e përfunduar të autostradës Shkup-Llaç? Kush mban përgjegjësi për 2 vitet e humbura? Pse u shpenzuan para publike për analiza dhe ekspertiza që kishin vetëm një qëllim, ta vononin projektin? Dhe mbi të gjitha, pse zvariten pikërisht projekte që lidhin vendin ton me Kosovën dhe Shqipërinë, projekte të nisura dhe të siguruara gjatë kohës kur Bashkimi Demokratik për Integrim ishte pjesë e qeverisë. Në lidhje me këtë temë, bashkëkryetari I Vlenit Izet Megjiti në Klik Plus tha se rreth 3 miliardë euro investime janë fokusuar në vendbanimet shqiptare dhe se më 6 korrik pritet të nënshkruhet kontrata për autostradën Shkup-Llaç. Mund të them që diku 3 miliardë euro janë të fokusuar investimet në vendbanimet shqiptare, duke filluar nga korridori 8 që është me intensitet të lartë pra po realizohet. Këto ditë po presim pra të nënshkruhet kontrata ose më saktësisht me 6 korrik do nënshkruhet kontrata për rrugën Shkup-Llaç që është mbi 200 milionë euro dhe njëra lidh me Shqipërinë, tjetra lidh me Kosovën. Ndryshe, 2 kilometrat e ndërtuara nga pika kufitare drejt Shkupit nuk janë lëshuar në përdorim për shkak se, siç është thënë, asfaltimi përfundon në kodrinë të lartë me pamundësi për t'u lidhur me rrugën aktuale, ndërsa autostrada Kërçov-Fohër, sipas paralajmërimeve të qeverisë, pritet të lëshohet në përdorim në janar të vitit 2027.